Faleminderit kryetar, edhe lëvizja vetëvendosje mendon se ky ligj bën të hi sot në rendin e ditës për të qenë korrekt. Ne edhe ashtu jemi marrë vesh në mbledhjen e kryesisë të Kuvendit të Republikës Kosovës që po që se i kalon procedurat nëpër Komisionin për Legjislacion, ky ligj të futet në rend dite. Dhe unë nuk e kuptova pse të vijë kjo kërkesë nga grupi parlamentari PDK-s kur ashtu ka qenë marrëveshja, pra kjo ka qenë ndoshta tjetë pjesë e rendit të ditës, por sidoqoftë ne përkrahim që të hyjë në rend dite dhe të trajtohet ky ligj i cili do të heqë ato tre nene problematike. Tër angazhimi kundër këtyre neneve prej fillimit ka qenë lëvizjes vetëvendosje. Dhe ne prej fillimit e kemi kundërshtuar në një projekt kod me këto nene të cilat pastaj u pajtuan gjithë që janë problematike dhe janë të dëmshme. Ne po ashtu edhe kemi dërguar në gjykatë kushtetuese këtë lëndë, pra këto tre nene, për ta kërkuar dhe mendimin e gjykatës kushtetuese për kushtetueshmërinë e neneve të tilla. Dhe tash është këtu ata që e kanë krijuar këtë problem, faktikisht, të cilët e kanë mbrojtur këtë problem me këmbgulje, që është qeveria dhe grupi parlamentar i PDK-s, tash sikur se janë vetëdijsuar dhe po kërkojnë që të heqin këto nene. Kjo është kërkesë të cilën ne e përkrahim dhe do ta votojmë për ligj.